Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria vijon bisedimet me Greqinë për çështjen e sigurimeve shoqërore. Ministri i Financave Petrit Male shpreh besim plot në arritjen e një marrëveshje. Ato janë diskutime dhe negociata shumë intensive nga ana e palës shqiptare. Kjo dhe pikërisht për faktin sepse dhe ekspozimi në numër, pra diaspora që është prezent në Greqi është relativisht e madhe. Ne jemi besim plot që do ta konkludojmë një marrëveshje të tillë. Megjithatë, siç thash, është një marrëveshje që ka një intensitet të lartë negociatash, kushtesh që po diskutohen për shkak edhe të numrit të madh të shqiptarëve që kemi në Greqi. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ai konfirmoi arritjen e një marrëveshje edhe mes Shqipërisë dhe Polonisë për sigurimet shoqërore. Kjo është marrëveshja e 21 nga nismat që ka ndërmarrë qeveria me vende ku ka diasporë të shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë, është marrëveshja e 10 me vendet e Bashkimit Evropian dhe janë marrëveshje shumë të nevojshme, sidomos për ata shqiptarë të cilët punojnë jashtë territorit të Shqipërisë dhe që duan që t'ju njihen vitet e punës që kanë pasur brenda në vendin tonë. Një moment të vështirë për Kosovën e komentoi ish-presidenti Vjosa Osmani kalimin në zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Përmes një video të shpërndarë në rrjetet sociale, ish-kreu i shtetit bëri thirrje për më shumë unitet dhe shpresë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrëtie, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës. Mjaft më. Aty ku ka urrëtie duhet të sjellim vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Juftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Ish-presidenti i Kosovës Vjosa Osmani u paraqit nga Lidhja Demokratike e Kosovës për një mandat të dytë në krye të shtetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zëvendës kryeministri dhe ministri për reintegrimi i Maqedonisë së Veriut i komenton paralajmërimet e Bashkimit Evropian për bllokim të fondeve si apel për zbatimin e reformave. Bekim Sali deklaroi se 6 nga 10 kërkesat që vijnë nga Brukseli janë drejt përfundimit. Deri më tani nga 10 pikë, 6 pikë kemi veç më të përmbushura dhe në 4 pika funksionojmë dhe jemi duke u koordinuar mes institucione për të plotësuar ato obligime që i kemi marrë për sipër dhe natyrisht jashtë këtyre hapave kemi edhe hapa tjera të cilat janë në fazën reale për t'i plotësuar. Megjithatë, një nga ato që duket se nuk do të miratohet është kodi zgjedhor, për të cilin ministri tha se është ligj specifik. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas konfirmoi se është e nevojshme që qeveria të përmbush të 10 pikat e parashikuara. Afati i fundit i tyre është muaj qershor. This is the system, how it works, the reform agenda, and if they expire and not fulfilled, the money is lost. So there is hard work ongoing. I cannot predict. We have to wait until end of June to see. Kështu funksionon sistemi i agjendës reformuese dhe nëse afati skadon dhe ato nuk përmbushen, parat humbasin. Po punohet shumë, nuk mund ta parashikoj, do të duhet të presim deri në fund të qershorit për të parë, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas. Maqedonia kishte një afat për përmbushjen e agjendës reformuese deri në qershor 2025, por i është dhënë një periudhë shtyrje me 1 vit. Ky afat përfundon në qershor të këtij viti. Bota. Bashkimi Evropian vlerëson se në vetëm 60 ditë konflikti në lindjen e mesme shpenzimet e Unionit për importet e lëndëve djegëse janë rritur me mbi 27 milion euro. Presidenti i Komisionit Evropian deklaroi se çdo ditë vendet po humbasin rreth 500 milion euro. Rruga që kemi përpara është e qartë, ne duhet të zvoglojmë varësinë tonë të tepërt nga lëndët djegëse fosile të importuara dhe të rrisim prodhimin vendas të energjisë së pastër dhe të përballueshme, apeloi Ursula von der Leyen në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.